ta larguar këtë dëshirë ose vrapim pas dunjas, duhet njeriu të besojë në caktimin e Allahut. Edhe kur e di se çdo gjë që ndodh është vetëm me caktimin e Allahut, atëherë lehtësohen këto punë dhe largohet ky shqetësimi për dunja. Pra, si ka thënë ky poet, lejse indi illa rridha bi qada'i Allahi fima ahbabtuhu aw karihtuhu. Law ilayya al-umuru akhtaru minha khayraha li awaqiban ma araftuhu. Domethënë, unë vetëm jam i kënaqur me caktimin e Allahut. Nuk kam diçka tjetër përveç se pajtim dhe kënaqësi me caktimin e Allahut për ato që i dua ose ato që i urrej. Domethënë ato që më ndodhin, ato që i du në atë moment ose ato që nuk i du kur më ndodhin, jam i kënaqur dhe i pajtuar me caktimin e Allahut, se nëse kishte qenë zgjidhja ime, edhe kisha pasur mundësi të zgjedh ndodhit dhe çka do të vi më vonë, duke i ditur pasojat e mira, nuk do t'i kisha ditur. Pra, ka mundësi ti e dëshiron një punë, edhe nëse të lihet, ta zgjedhësh, a do këtë pasuri sot ose nuk e do, nuk i di njeriu pastaj pasojat ose përfundimet e asaj. Çka do të vi pasaj nuk e di. Prandaj duhet të jetë i kënaqur me atë që ja ka caktuar Allahu subhanahu wa ta'ala. Falau anni haristu jahdi an adfa'a amran muqaddaran ma dafa'tuhu. Më thënë edhe nëse mundohem me gjitha forcat e mia që ta largoj një gjë që është caktuar, nuk ka mundësi ta largoj, fa ara an arudda dhaka ila man indahu ilmu kulli ma qad jahiltuhu. Domethënë prandaj jam bindur, domethënë që këto çështje t'i lë në dorën e atij që di gjithçka. Vetëm Allahu subhanahu wa taala e di çka është më e mira për mua, edhe atë që më cakton, ajo përfundimi i saj është më i mirë se sa ato që i dëshiroj unë. Pasi ka thënë Allahu subhanahu wa taala, ma asaba min musibatin illa bi idhnillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Domethënë çdo gjë që ndodh, çdo goditje që ju godet, është vetëm me lejen e Allahut. Dhe kush beson në Allahun, Allahu ja udhëzon zemrën e tij. Edhe kanë thënë këtu qëllimi i besimit në Allahun është besimi në kader. Kush beson se kjo që ka ndodhur është me caktimin e Allahut, atëherë zemra e tij është e udhëzuar, e qetë, edhe e di se atë që ka dashur Allahu të bëhet, nuk ka mundësi mos bëhet. Edhe atë që Allahu nuk do të bëhet, nuk ka mundësi ta bësh ti. Prandaj i dorëzohesh caktimit të Allahut, dhe edhe nëse të kishte lënë Allahu ty të zgjedhësh, nuk do të kishte ditur ta zgjedhësh më të mirën. Prandaj në duan, në istikhara, si themi, Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik. Do të thotë Allahun e kërkoj të mirën nga dituria jote dhe kërkoj fuqi që të kem mundësi, domethënë të arrit mirat nga fuqia jote. Edhe fa innaka ta'lamu wa la a'lam wa taqdiru wa la aqdir. Domethënë sepse ti di dhe unë nuk di. Edhe ti je i fuqishëm, ke fuqi, unë nuk kam fuqi, wa anta allamul ghuyub, edhe ti je i gjithdijshëm për të fshehtat. Domethënë me këto fjalë fillon, pastaj lutesh Allahut nëse kjo punë është e mirë për mua, ma mundso, më jep bereqet në ta, nëse është e keqe largon prej saj dhe ma cakto hajrin ku është. Domethënë ti e sheh një domethënë në atë shikimin që e ka njeriu, e sheh një punë se duket e mirë, por i dorëzohesh krejtësisht Allahut subhanahu wa taala. Nëse është e mirë, ta arrish, nëse nuk është e mirë, të largohesh prej saj.